Maqedonia atje. Shoqja është veç ka 45 vjet në Austri që jeton. Edhe unë kam qenë student këtu edhe çashtu jemi marrë. Jo, dashuria nuk është ton jetën. Sa nuk është? Respekti është, se ashtu është. Dashuria është orë tana ose vit, një vit edhe gjysmë viti. Mbas është veç respekti. Ke luksi, ke paret, nuk shohin dashurit. Internetit edhe të njoftohesh pa ecje, pa dëshmije, pa sende. Ato me njëherë dashurohen edhe merë çantën edhe shkon në Zvicër edhe atje. 2 vjet e gjysëm familjen e shoqës e kom lut, me u bashku kur jo, eta na, si i thonë të ju e kom hiku. Edhe mirë, Si po kalon? na vjen nga Struga, e Maqedonisë po Veriut. Më lejo ta përshëndet. Përshëndetje. Mirë. Ja, erdhëm pak ta vizitojmë Prishtinën. Prishtinën. Po, Tan të bukur. A vini shpesh e vizitoni? jo, s'kam qenë, para 40 e sa vite. Sa koincidencë. Po. Sa ju duhet? A ka duket që ka ndryshuar Prishtina? Unë se mbaj fare, kom kalu një 2-3 orë vetëm kom det, e në atës vetëm s'kom qenë. Unë kam qenë student këtu. A ju keni qenë student? Po, Po. na këta është lartë, po. A është e njëjtë Prishtina? Jo, unë e shoh këtë ndryshe. Sa ka ndryshuar? Shumë. Çka ka ndryshuar? Krejt, infrastruktura, me ju i thoni gjinë, me njerëz edhe me krejt. Bravo koft. Për të mirë e ke fjalën. Për të mirë se për të keqe kur jo. Na e duam Kosovën njëtën si vendin tonë. Ne ju duam juve. Po. Se jemi bashkë gjithë. Si thash, unë jam për herë që 40 vjet që kam qenë student këtu, tash për herë parë vi ta shoh Korzën njërë. Si është. Çfarë kujton kjo? Veç 200 metra i buaj tash i hin Korzo për herë të parë. Po. 81, 82, 83, në kohën e demonstratave, kam qenë student këtu. Po. Shkollën e lartë pedagogjike. Na këta është në Bregdellin lartë kemi banuar. Po një jenë pashortën? Si keni pas? Që interesante, unë qëmë të kam të një pjesë pak. Si keni i takuar? Maqedonia atje. Shoqja është veç ka 45 vjet në Austri që jeton. Edhe unë kam qenë student këtu edhe çashtu jemi marrë. A këtë pas ka marrë ty, oj? Jo, unë kom marrë këto. Që e mirë shumë. A më tregon, atë takimin e parë. Si keni pas? Tash Çka ju kujtojnë sot kur e kujtoni? Janë disa vite. po 40 vjet. Po. Po. Çka vlerësove? Mas shumë si të pasojtë atë. Po atëherë kemi qenë të ri, po tash me kohë veç e vlerëson se njeriu i dukur është në jetën bashkëtartja. A më tregon, a është çajo prapë çajo dashuri që keni pas? Jo, dashuria nuk është ton jetën. Sa nuk është? Respekti është, se ashtu është, dashuria është orë tana ose vit, një vit edhe gjysmë viti. Mbas është veç respekti. Gruaja respektohet, nderohet, ata janë sendet. Dashuria veç është aty. S'lut, dashuria është aty. Ta pa shortën, a është dashuri e njëjtë? E njëjta, vetëm se shtohet më shumë. Po. Si disa thonë, me kalimin e kohës kur bën fëmia, fillojnë pak dashuria më ndryshe me qenë. Jo. Jo, keneve, jo. Po, shtohet, vetëm me di, më shumë shtohet. Si kanë qenë të 40 vite për juve bashkë? Shumë mirë. Ne jetojmë mirëgjim veç 40 vite. Po. Në moment të bukur, pa harrum që keni pas si çift. Fëmijët e parë, fëmija ku na ka lind djali. Po, ajo është gjë më të mirë s'ka, me kriju një familje. Edhe ashtu uroj edhe gjithë popullit të Kosovës. Cila është formula e një dashurie të sinqertë, pa luhatje, me pas në çift? Respekti. Ajo është punë e parë. Edhe familja, krijesja e familjes. Kur ke harmoninë familje, krej çdo gjë. Ke pasuri, ke çdo send. Si e sheh sa ka për të bashkëtorën respekt sot mes çiftëve. Përgjithësi po flasim. Po. Ka respekt. Tash jo. Pse tash? Tash është këtë ndryshe. Këtë ndryshë. Tash e shohin luksusin, këtë një botë tjetër. Ka është e njëjtë, veç respekti është ndryshe. Unë se pëlqej kot, po veç jemi të hecra për ato hapa. Se dashuria është shëndru në luks. Nëse një grua të me thonë, një burë e do ka këtë edhe për interes për luks. Ja, kësë pak bashkërë. Është dashuri kjo. Për luks Për jo. luks, unë jo thëmë. Për gjësi po flasim. Po. Si shëkë?
Unë e shoh ndryshe, nuk është ajo dashuria nuk është vetë se ti ke parë dhe të dashuroj. Ata janë sende që tash veç populli me hapat e vetë i ka pru deri tash sot që pës pate financë ose mjete. Rinia të së shef ndryshe. Veç ke mjete E ka ke luksi, ke paret. Nuk shofin dashuri të shë. Zbesoj të. Sa është e dashuri si para 20 vjetëve, që e shefshim neve. Ta shë këtë ndryshe. Hargju dashuria? Mes tre qytet të reja? Se di po, se kuptoj këta të Po tu rritë. argjohet vetëm se është ketë ndryshe. Dashuri nuk është vetëm nëpërmjet internetit dhe të njoftohesh pa ecje, pa dëshmije, pa sende. Ato me njëherë dashurohen edhe merë çantën edhe shkon në Zvicër edhe atje. Ketë ndryshe është. Ive sa kohë ju desht për me bon një pomja të një tjetërit? Sa kohë pritet? 5 vjetë. 5 vite. Po. 2 vjetë e gjysëm familjen e shoqës e kom lut, me u bashku kur jo, e të na, si thonë të ju e kom hikun. E keni marrë kështu? Po. Ata sa? Po. Pari si ku. Po që e ka vletur një dashurit sinqert, ashtu. A kjo është një rezikant i mirë që për të mirë po tham. Ashtu ishte koha atyre se pyeteshin shumë antarë të familjes, edhe 1-2 mos për atyre mos ishin dakord, ti sun fejosh. Pëlqen, pos në filma, i kemi pa këto. Tamam, unë e kom hikun. Ju përshëndes. Një mesazh tyve, një mesazh përgjithësisht se çka kushteton ti çka çifteve. Por e pas një harmoni, një dashuri sinqert. Ti hapin syt, se dashuria nuk është për 1 orë dhe 2, po është për tanë jetën. A ti në uroj suksese, apo unë thëmë kjo e reja dashuri, ose s'është dashuri. Ta respektojnë familjen e burët, familjen e vetë, që t'jetë një jetë ma e ëmbël. Divorce unë dëgjoj ka shumë gjithë Kosovën edhe Maqedoninë. Ajo është diçka që pa respekt. Derisa ti nuk pyet familjen dhe shkon dashurosh diku se di as familja ku je, qish ku, ose i bën punë 1 vjet 2 përpara, atëherë në fund tregon i thot familjes se un kam dikund, ajo është e vonë. Tepër e vonë. Megjithatë që në kulturën tonë shqiptare nuk është e pëlqeshme. Uroj të lakni bashk. Faleminderit Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.